Apo e përdorni ju sot Partinë Demokratike për të mbrojtur në raport me çështjet tuaja me drejtësinë? Po mbroj votën. Ky është një mision për mua. Unë e kam theksuar. Ky është një mision paq i rëndësishëm dhe mos më i rëndësishëm se ai natë njëshit. Po mbroj votën e humbur. Ç'po përdoru këtu? Po mbroj votën nga një botë e stërfuqishme krimi, nga një shtet i shkrirë një me kartelet e drogës. Po mbroj votën nga një parti krimi e shkrirë një me shtetin, e bërë një me shtetin. Po mbroj votën nga një propagandë antidemokratike